Shkodra mikpriti në një mbrëmje të veçantë muzikore kryeveprën e Antonio Vivaldit, 4 stinët. Koncerti u mbajt në kishën e Shën Franceskut, Gjuha Dol, dhe solli tingut magjik të muzikës baroke për të gjithë adhuruesit e artit. Orkestra e njohur Albanian Chamber Orchestra, në ndrejtimin e violinistes virtuoze Abigaila Voshtina, solli një interpretim të jashtëzakonshëm të kësaj vepre ikonike. Ngjarja është pjesë e programit Simfoni Pranverore dhe vjen si një iniciativë për të promovuar artin dhe kulturën. Mendoj që muzika është e bekuar, muzika klasike është e bekuar, çdo lloj muzike, por muzika klasike është shkruar për kishta, që nga koha e Bachut. Shqipëria duhet të ketë strategjinë e saj të mbështetjes së muzikës klasike, që ajo të jetë një potencial turizmi si Venecia. Sot jetojmë në një botë digjitale e cila nuk na lejon neve që të kemi momente intime siç është muzika klasike. Është një muzikë e cila nuk tërheq vëmendjen e të gjithëve. Kështu që do duhej që me të vërtetë të incentivoj kjo gjë, të ishte, pse jo, të ishte edhe një formë e turizmit, edhe muzika klasike, ashtu si sot e ka Venecia, në çdo kishë Venecias, do të gjesh të interpretuar këtë pjesë apo diçka tjetër, e cila i ofron turistëve në atë 1 orë, 3 orë, 2 ditë që jetojnë në Venecia, një pamje të tërës, asaj që ishte, le të themi, kultura e atij vendit. I frymëzuar nga pikturat e peizazhit të artistit italian Marco Ricci, Antonio Vivaldi kompozitoi 4 stinët afërsisht mes 1720-s dhe 1723-shit, si dhe i botoi ato në Amsterdam në vitin 1725. 4 stinët përbëhet nga 4 koncerte, pranverë, verë, vjeshtë dhe dimër, secila në një formë të veçantë.